Java e madhe e shenjtë për Kishën Ortodokse është java më e bekuar, është java e shenjtë sepse përmban mesazhe shejtërimi, përmban mesazhe mjaft të rëndësishme për njeriu, për shoqërinë njerëzore. Nis kjo javë e madhe me hyrjen triumfale të Zotit në Jeruzalem. Tek hyn Zoti në këtë ngjarje të madhe, pra në Jeruzalem, shohim shumica e madhe e njerëzve të cilët i dalin dhe e presin, bazuar në këtë ngjarje të së dielës së dafinave të hyrjes triumfale të Zotit në Jeruzalem. Le të mendojmë dhe të thellohemi, të mos jemi se jo turma sipërfaqësore e cila e pret vetëm nga ana e jashtme e Zotit, por le të thellohemi dhe të mendojmë realisht që ta presim Zotin si mbret të shpirtit dhe të jetës sonë. Java e madhe në përgjithësi është një javë e cila na kërkon jo vetëm thjesht të kujtojmë të gjitha këto ngjarje, por që të thellohemi dhe ne të përjetojmë këto ngjarje si ngjarje të shpëtimit tonë, si ngjarje të cilët i japin kuptim vetë jetës tonë njerëzore dhe që i përcjellin mesazhin më të rëndësishëm të vetë kuptimit të njeriu dhe pse njeriu është në këtë botë. Bazuar në të gjitha ngjarjet e çdo dite të kësaj jave të madhe, ne mund të marrim shumë mesazhe dhe shumë kuptime të këtyre ditëve. Në të hënën e madhe, ne kujtojmë dy ngjarje gjithashtu. Kujtojmë pikërisht kur Krishti, do thonim, ju drejtua fikut i cili nuk dha fryt edhe që u tha, dhe nga ana tjetër kujtojmë edhe Josifin e urtë të dhjatës së vjetër. Te kujtojmë këto dy, themi, simbolika, le të fokusohemi fort që të jemi njerëz të frytshëm, njerëz me vepra. Besimi pa vepra, do thot Apostulli Jakovi, është i vdekur. Prandaj dhe ky është pra mesazhi që Krishti përcjell përmes këtij fiku të pafrytshëm. Le të jemi njerëz të veprave. Gjithashtu të kujtojmë Josifin e drejtë të dhjatës së vjetër. Le të mos harrojmë që shpesh herë në botë ne ndoshta nuk i vlerësojmë realisht të drejtin, të mirin, por na kujton kjo ngjarje që sado që ne mund ta përbuzim njeriu e mirë, mbi të gjitha është përsëri njeriu i mirë, pra ky Josifi i dhjatës së vjetër, i cili u bë shpëtim jo vetëm për njerëzit e tij të afër, por për gjithë popullin. Pra le të kemi parasysh pikërisht që Krishti është ai i cili sjell shpëtimin përmbar njerëzimin. Dhe duke nisur ditët me radhë të martën e madhe, është e njohur parabola e 10 virgjëreshave. Nga ka nisur edhe bazuar në këtë histori, në këtë simbolik që vetë Krishti e përcolli. Le të kujtojmë që nga kjo ngjarje ka marrë emrin shërbesat për 3 ditët e para të javës së madhe. E njohur ndryshe siç themi shërbesat e dhëndërit. Le të kujtojmë që Krishti është dhëndëri ynë. Na kujton për vigjilencën shpirtërore që duhet kemi parasysh, ashtu siç ndodhi me ato 5 virgjëresha të cilët mbajtën vajin dhe kishin vaj për kandilin e tyre duke mbajtur ndezur. Kështu le të jemi dhe ne në jetën tonë vigjilent dhe le të përpiqemi që të kemi vaj në shpirtin tonë. Vaji është simboli i hirit, vaji është simboli i dritës, vaji është simboli i shërimit. Le të kemi parasysh të gjitha këto, le të mendojmë realisht dhe të jemi të urtë, të jemi të mençur, të jemi vigjilent si 5 virgjëreshat dhe jo si ato 5 të tjera që rezultuan të marra dhe nuk përgatitën veten e tyre për pritjen e dhëndërit. Por të vazhduar në të mërkurën e madhe. Ne kujtojmë përsëri në këtë mërkurë të madhe dy ngjarje, 2 personazhe. Nga njëra anë atë gruan mëkatare e cila u pendua dhe ajo ofroi vajin më të çmuar për Zotin. Dhe nga ana tjetër një nxënës i afërt i Zotit, siç ishte Juda Iskarioti, është ai i cili e tradhtoi për
duke u njohur nga 30 cikle argjendi, pra përmes, aspektit material. Le të jemi të kujdesshëm që materia është ajo e cila nuk rezulton shpëtuese për njeriu nëse nuk ka frymë. Pra ne le të fokusohemi te fryma e vërtet, tek ajo jeta asaj gruaje që në fund të saj vendosi që t'i përkushtohej Zotit, që t'i dedikonte vetë pendimin e saj realisht një jetë me Zotin. Sepse kemi vërtet një kontrast, edhe himnet e kishës ashtu vinë, duke na thënë që kjo grua bashkohet me Zotin, që deri dje ishte ndoshta e ndarë larg Zotit, dhe ky që ishte bashkë me Zotin, në këtë moment ky ndahet prej Zotit. Le të jemi njerëz të cilët të kërkojmë të jemi vazhdimisht me Zotin dhe jo të ndahemi prej tij, sepse siç e dimë që Zoti askënd nuk përjashton, gjithmonë thërret edhe fton për të ardhur tek enjtja e madhe ku fillon dhe të kulmojnë gjithë ngjarjet e javës së madhe të shenjtë. Në këtë të enjtë të madhe, ne kujtojmë 4 ngjarje që janë shumë të rëndësishme gjithashtu. Kujtojmë së pari darkën mistike, në të cilën themelohet ajo eukaristia që na bashkon realisht me Zotin, që jep kuptim marrëdhënies tonë me Zotin. Në Eukaristi, Zoti ofrohet realisht për gjithë njerëzit, por ne duhet përgatitemi që ta pranojmë atë që ai të banojë brenda nesh. Gjithashtu, me darkën mistike fillon dhe të përjetojmë atë lutjen, në Getsemani, që është kulmi i lutjes së Zotit. Është një lutje personale, por është gjithashtu dhe një lutje për gjithë komunitetin, sepse Zoti i lutet, pra jo vetëm për vete, por lutet që tek Ati që ne të jemi të bashkuar, që ne të jemi në unitet, që ne të jemi një, dhe jo thjesht të kërkojmë ndarje dhe përçarje. Është shumë e rëndësishme kjo lutje dhe është e njohur lutja, si thuaç, krye priftërore e Zotit në Getsemani, një lutje shumë e fuqishme për të kujtuar shërbimin që Zoti i lau këmbët dishepujve të tij, për të qenë edhe njerë që autoriteti i vetëm vjen përmes shërbimit, përmes dashurisë dhe jo përmes pushtetit dhe jo përmes arrogancës. Zoti ynë tregohet i butë, tregohet i gatshëm të shërbej dhe ka ardhur për të shërbyer, thotë. Unë nuk erdha që të më shërbej, po erdha që të shërbej. Dhe për të kulmuar me atë dramën, ku lexohen ato 12 ungjit, fillojnë pësimet e Krishtit. Ne ftohemi që të përjetojmë këto pësime të Krishtit, sepse përmes pësimeve të Krishtit mund të kuptojmë realisht se çfarë do të thotë dhimbje. Dhe një dhimbje që e përjeton Zoti, na jep edhe në çdo dhimbje tonë, na jep një kuptim, sepse edhe ne sa herë që vuajmë, kemi një Zot që njeh vuajtjen njerëzore, që merr pjesë në dhimbjen njerëzore, që fuqizon njeriu në këtë dhimbje dhe në këtë vuajtje që njeriu përballet në këtë jetë, për të kulmuar në të premten e madhe, ku kujtojmë që Krishti vendoset mbi kryq. Kryqi nuk është thjesht një simbol i një humbjeje, por është një simbol i fitores. Krishti vendoset mbi kryq për të treguar që ai përqafon në atë kryq. Në atë kryq ai shpreh për ulësinë e tij më të lartë. Në atë kryq ai shpreh dashurinë e tij se çfarë është realisht Zoti ynë, Zoti i krishterëve, që është Zoti i dashurisë. Dhe nuk ka dashuri më të madhe se sa të jepesh për botën dhe për shpëtimin e botës. Pra mbi kryqin e tij ai shpalos, manifeston dashurinë pa kushte për njeriu, për shoqërinë njerëzore. Mjafton që neve të përqafojmë të kryq të Zotit, jo si një kryq të cilët jemi të humbur, po një kryq që përmes të cilit vjen fitoreja, vjen ngjallja, sepse siç thotë edhe i ndjeri kryepeshkopi ynë Anastas, që përmes kryqit vjen ngjallja. Në kryq ekziston vetë ngjallja. Dhe për të ardhur në të shtunën e madhe, ku kujtojmë, në gjuhën liturgjike të kishës,
varrimin e Krishtit, pra zbritin e tij në hadh, por të treguar edhe njerë që nuk ekziston një vend ku nuk është Zoti i pranishëm, duke zbritur Zoti ngjall Adamin dhe Evën, ngjall gjithë shoqërinë njerëzore. Dhe kjo është shpresa më e madhe për mbar njerëzimin, që njeriu nuk është i humbur nëse i dedikohet Zotit, nëse i kërkon Zotin. Le të kërkojmë që Zoti të hyjë në skutat më të errta të shpirtit ton, të zemrës ton, për të na sjellë dritë, për të na ndriçuar, për të sjellë hir, për të zbutur shpirtin dhe për të qenë njerëz të frytshëm, dhe për të ardhur tek festa e festave, ngjarja më e madhe në historinë njerëzore, që është vetë ngjallja e Krishtit, diela e madhe, diela e Pashkës. Diela e Pashkës është diela triumfale e Zotit të ngjallur, që bashkë me atë ngjalljen manifestive ai i jep një shpresë botës, që vdekja mundet përmes jetës, që egoja mundet përmes dashurisë, që arroganca mundet përmes përullësisë së Zotit, që jeta triumfon mbi vdekjen, që drita triumfon mbi errësirën. Dhe kjo është shpresa më e madhe që tregon edhe njerë që njerëzimi nuk është i humbur kur ka Zotin e ngjallur dhe që beson dhe që ecën gjithmonë me ngjalljen e Krishtit. Krishti u ngjall.